Më veçantë si fare dhe si... Si far jo. Se farat janë hibride, i marrin dekt farnave me... Por i shërbejmë dhe prodhimin e kemi diçka. Ndikon dielli në tokën e Myzeqes akoma për dhënë Po, normale, është shumë i përshtatshëm dhe shumë favorizues për bimën e grurit, të misë dhe me radhë. Kështu që për si vjet... Sot është një festë gruri, çfarë thotë gëzuar bukën e re për ju? Tani shiko, festa gjithmonë ka vetëm anën e mirë. Gëzohet, bisedoj me njëri tjetrin sa mbollëm vjet, sa morëm, sa mbollëm si vjet, sa morëm, sa kemi ngritur rendimentin. Edhe kjo vazhdon, mendojmë që të vazhdojmë çdo vit në ngritje të rendimentit. Faleminderit shumë. Në Pojan është viti 7 që ne si bashki organizojmë këtë festë fantastike me rastin e bukës së re. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur sot. Pjesëmarrja e njerëzve tregon vetë për këtë festë fantastike që tashmë ka marrë për masa kombëtare. Ne si bashki edhe këtë vit kemi bërë përpjekjet maksimale për ta mbajtur gjallë, për ta zhvilluar dhe për ta përsosur më shumë këtë festë. Ndaj unë falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë bizneset, të gjithë fermerët që janë bërë pjesëmarrës në kësaj feste fantastike. Faleminderit gjithëve dhe gëzuar bukën e re, gëzuar. Vetëm vllaz Pove mund të bëj improvizime. Po janë dhe fjerakët e Patrës dhe të gjithë Greqisë dhe nga të gjitha fjerak, nga të gjitha shqiptar që për vite të tëra mundohen, luftojnë, të jetojnë, të mbijetojnë, të sjellin diçka për qytetin tonë, kemi për shëndetit dhe ju thonë me bereqet, gëzuar, shëndet, lumturi për të gjithë fjerin tonë të dashur. U falenderit shumë bashkisë qytetit Fjerit me këtë që na ka bërë neve, erdhëm nga Atina për arsye që neve të festojmë një festë shumë të bukur, festën e grurit. Dhe i premtojmë që vitin e ardhshëm do të jetë më bukur. Bravo qoftë kryesisë bashkisë të tëra dhe kryesisë shoqatë nga Polonia, bashkisë të Fjerit. Gëzuar bukën e re.